Në gjitha, ka njerëz për shembull që duan ta ndihmojnë me gjithë zemër nxjerrjen nga kriza popullin shqiptar. Në anën tjetër presioni prej Serbisë, prej Greqisë dhe të tjerët slav për shembull, gjithë slavët për Rusë, Maqedoni, ku e di çfarë mundon ta hanë. Dhe tash i pritet lufta e tretë botërore veç ka filluar. Dhe këtë luftë tretë botërore ne jemi totalisht pa përgatitur. Pse po thu ka filluar lufta e tretë botërore? Po ka filluar. Çdo kush e din që ka filluar lufta e tretë botërore. Arsyeja? Po tash as po shefa. Pa ajo është haptë çdo gjë. Po flitet që Korea Veriore ka çuar disa trupa. Unë kam thënë në këto shkrimet e mia dikun në vitin 2002 për fillimin e luftës së tretë botërore në 2015. Dhe lufta e tretë botërore ka filluar në 2015. Për mu. Dhe e kam në një emision, nuk e di në cilin kanal televiziv, e kam thënë në këtë. Në vërtet ka qenë edhe dolje tillë, ashtu që e kam pas thënë disa paralajmërime që i kam pas thënë, se në këtë fushë jam geopolitika, geostrategjia botërore ka tërheq dhe jam doktor i kësaj fushë dhe e njoh këtë problematik mirë. Dhe në këtë kohë kur pritet ndonjë luftë edhe në Ballkan, ne jemi totalt pa përgatitur si struktura, mendoj. E tash se sa ka mund qeveria jonë të përgatit me armë Shqipëria, unë nuk e di. Kjo është një pyetje, nuk e kena posë që pyetje me bo, po të dëgjova. Naimit si naim, unë s'kam kur gjo me të. E vërtet, po e shpjegoj. shpjegoj. Ajo shoku jemi ngushtë, një prej shokëve të mi. Po ki nevojë me bo reforma. Po reforma. Një pyetje kështu tek lufta e tretë, domethënë a beson ti në rendin e ri botëror që po vjen, domethënë rendi i ri botëror? Po ky rend është plak shumë. Dhe ka shumë probleme. Kombet e Bashkuara janë thujase inekzistente. Edhe këtë e ka dëshmuar SBA-ja edhe shteti, sa ai nuk është shtet Izraelit. Nuk pyet për asnjë rregull, për asnjë rezolut që sjellin Kombet e Bashkuara. Ai s'pyet fare hiç. Edhe çka është? Atë duhet me ardhë një rend i ri botëror. Pa pajtohesh me disa konspiracionistë, për shembull, shpesh herë që javëfillojnë dosanave, edhe pse janë teori konspirative, për shembull që thonë do të vinë një rend i ri botëror, jo është një shoqëri sekrete e cila vendos për botën. A pajtohesh? Shoqëria sekrete nuk e sjell rendin e ri botëror, po problemet e sjellin. Edhe problemet pa beson ti këto gjona, hoç për shembull, po rendi i ri botëror duhet të vjen patjetër se s'ban. Qohet Edi Rama, edhe sjell një Bektashistanin, Bektash, sekti Bektashi, e sjell një shtet aty ku do të del, çka do të pjell, me këtë thënie të tina, kush ja kërkoj Edi Ramës, pak kush ndoshta hulumton, edhe miren me problemet se a e meriton, a se meriton të jetë një shtet, jo e ka thy kushtetutën, more s'pyet kush sot kur diplomacia nuk ekziston sot në botë, vetëm forca. Edhe unë prandaj ja kam kërkuar Naimit këtë. Pri burr përpara, ne jemi mbrapa te, por vetëm mbaj ligjëratën, edhe ta drejtojmë pak këtë popull se vërtet jemi shumë